Fermerët e fshatrave Drenovic dhe Samatic në Bashkinë Dimal thonë se janë në kufit e mbijetesës pasi rrezikojnë falimentim të plot. Tregtimin e produkteve që kultivojnë në tokat e tyre bujqësore, fermerët e kanë të vetmen të ardhur për të mbajtur familjet, ndërsa thonë se asnjëherë nuk janë përkrahur nga shteti. Të indinjuar ata shprehen se pjesa më e madhe për shkak të pamundësisë ekonomike po i lën pa mbjellë serat e tokat. Duhet të jep të ndihmë ekonomike të funksionojë shteti. Jo t'i lërin kështu në mëshirë të fatit njerëzit. Edhe ata që kanë sera shumë keq janë ekonomikisht. Pse? Nuk u shitet malli, dalin aty me lekët që e mbjellin, që investojnë. Domate dhe traun. Domate pata probleme se nuk më dha prodhim. Trauni po që çmimi i ulët kur dola unë, dhe kështu që nuk kemi shtet. Pik, këtu toka nuk janë të rregullta, pa përjashtim. Tu toka njerëzit si ka marrë akoma prosin e tokës. Qa kërkon të tani të marrë subvencionime ku toka se keni mriten? Nuk ka, shumë dobët. Pse? Po s'ka, ministri akoma është në mbjellje, serat mbaruan, 2 muaj, 3 muaj jemi pa punë. Dilni me fitim apo me humbje? As gjysmë për gjysmë, fermeri nuk ka fitim fare. Tregtoria nuk po shkon as qumshi, as i gjë, është minus. Sipas fermerëve, kostoja e prodhimit nuk mbulohet sot me çmimet që ofrohen nga tregu i shumicës, ndërsa eksporti i produkteve është thuajse i pamundur.